Kalojmë ndërkaq në zhvillimet në Kosovë. Serbët e fshatit Suhodol në veri të Mitrovicës vazhdojnë të pengojnë punimet në ndërtimin e ujësjellësit për 3 fshatra shqiptare në atë pjesë. Pas tensioneve dhe përplasjeve që kanë ndodhur midis shqiptarëve dhe serbëve, është arritur një marrëveshje që KFOR-i të marrë përsipër ndërtimin e këtij ujësjellësi, por ushtarët e kësaj force janë penguar sërish nga banorët lokal. Megjithatë, autoritetet në Mitrovicë janë të vendosura për të përfunduar ndërtimin e ujësjellësit, që do të furnizojë me ujë 3 fshatra shqiptare në veri. Nga Mitrovica njofton korrespondentja Edona Demaj. Furnizimi me ujë të pishëm për 2500 banorë në 3 fshatra të komunës së Mitrovicës është kthyer në një projekt politik. Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Gushavc, Vinarc dhe Vinarc Jepën, të banuara me shqiptar, ka hasur në reagime të banorëve serb të fshatit Suhodol, të cilët tash e disa javë vazhdojnë të pengojnë shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit përgjatë pronave të tyre. Kundërshtimet e vazhdueshme të qytetarëve serb në njërin anë dhe vendosshmëria e qytetarëve shqiptar për të përfunduar punimet në ndërtimin e ujësjellësit ka tensionuar situatën në fshatin Suhodol. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, thotë se problemi në Suhodol është kthyer në një projekt politik nga serbët lokal, të cilët sipas tij janë të shtyrë nga strukturat paralele serbe. Se ato janë kryesisht strukturat e reja komunale që kanë dalë nga zgjedhjet jo legale, të cilët dëshirojnë të imponohen si faktor vendimmarrës, edhe pse ajo është territori i komunës Mitrovicës, edhe me pakon e atisarit prapë menaxhohet nga pjesa jugore, pra në asnjë mënyrë aty nuk ju takon që të bëjnë pengesat të tilla, mirë po kësi veprimi iracionale ka pas vend kaluarën do të ketë edhe matuti. Me vendim të UNMIK-ut, punimet për ndërtimin e ujësjellësit do t'i përfundojë KFOR-i. Punimet është dashur që të vazhdojnë edhe sot nga pjesëtarët e KFOR-it, por ata kanë vazhduar të hasin në kundërshtimet e qytetarëve serb. Kryetari i Mitrovicës, Bajram Rexhepi, tërheq vërejtjen se nëse KFOR-i dhe policia e UNMIK-ut nuk përfundojnë punimet në shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit, ku vendi komunal është shumë i vendosur ta përfundojë projektin e nisur. Realisht na nuk dëshirojmë që të tensionohet situata, kemi qenë shumë të vetëpërmbajtur, mirë po jemi edhe shumë të vendosur që këtë projekt do ta bëjmë. Nuk kemi thonë rastësisht ditë më parë që nëse KFOR dhe policia e UNMIK-ut nuk mund ta kryjnë këtë projekt, na do ta bëjmë vetë, pavarësisht reagimeve, për arsye se edhe vetëpërmbajtja e komunitetit shqiptar ka rrit gati te kufit dhe nuk mund të tolerohen veprimet të papërgjithshme të komunitetit serb. Megjithatë na presim edhe disa ditë që kjo të përfundojë në mënyrën më të mirë, pa tensione, pa konflikte ndëretnike. Autoritetet në Mitrovicë besojnë se punimet në ndërtimin e ujësjellësit nuk do të ndikojnë në përshkallëzimin e situatës në vend. Megjithatë, kryetari i Mitrovicës është shumë i vendosur që të përfundojë projektin për furnizimin me ujë të pishëm të banorëve të 3 fshatrave. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj,